Jam Sokol Murati. Po, Sokol. Dhe keprona ime nuk ka mbet absolutisht asnjë. Është shkatrim total i firmës italiane që i ka bërë. Ti, Sokol, nuk ishe këtu kur e bëri? Dhe unë nuk isha këtu kur ka bërë punimet, as nuk më kanë njoftu, sepse kur të futesh ke një tokë që është me dokumenta, me letra, sepse gjyshi im dhe babi im mu atë tokë vetëm më kanë lanë. Atë 10 dilim tokë dhe shtëpinë. Dhe sot nuk ekzisto absolutisht as shtëpia, as toka. Dhe unë para protestës kam qenë vetëm tek ke zyrat e italianit dhe kam kërku një takim përfaqësoj për tokën time që më shkatru. Jo prish, po shkatru totalisht. Dhe më thanë, kush je ti? I dhash emër mbi emër, jam i zotit tokës që. Dhe më thanë, ikë se do të njoftojmë se ti nuk e lënë takim, nuk mund të takohesh me njeri. Dhe pasi kam hikun, më kanë morë në telefon Qamil Torshalla, përgjegjësi i këtine, ka morë gjajin Shaqir, që foli pak para meje. Po? Që thotë më ka morë 3 milion lek, po ai 3 milion lek nuk i ka morë për tokën, i ka morë se ka kalu, thjesht ka kalu duke punu tubat, duke rregullu kanalin, ka kalu Fatroma, kanë kalu kur ishte toka pa prisht, vetëm kanë kalu ato i ka morë 3 milion lek, jo për tokën që është shkatru. Toka është shkatru pastaj. Pra jo dëm shpërblim për tokën, jo dëm shpërblim as 100 darkë. Thjesht për të vajtur e për të kryer punën. Thjesht me bë punën e vet, me mbaru. E qartë. Dhe as 100 darkë për tokën nuk e ka paguajtur. Dhe kanali është bërë në kohën e Enverit, në kohën e diktaturës. Dhe nuk pyete kush e bëte ai se ishte. Tani ka një diktator tjetër, italian, që na mori e shkatroi fare se ai Enveri na prishi 2 metra tokë kanalit. Ky diktatori tjetër e shkatroi totalisht, që nuk ka rikuperim ma ajo tokë. Edhe ajo shtëpi që ku ka jetu gjyshim dhe ku ka lind ai gjagji që foli pak para, nuk ekziston ma. Dhe Ministria e Mjedisit këtu duhet të flasë me kompaninë, të flasë me ne, po nuk është interesu fare askush. Nëse edhe ju keni shkuar ju për të thënë për qenë korrekt? Jo, nuk keni qenë. Nuk e kemi njoftuar. Kompania koncesionare. Dhe ajo thash nuk më ka njoftuar, ka taku fare Qamili dhe ka thënë ajo nuk jep shpërblim për tokën, as nuk e blen, as qira, sepse ajo tokë është tokë me ujë nën toksore dhe është e rrëshqitur. Bukur. Tash kur ka rrëshqit ajo, pse nuk rrëshqiti kur ishte kanali fiks? Por rrëshqiti kur i shtun sasinë e ujtit ata dhe rritën sasinë e ujtit. Në atë moment u shem ajo. Pse nuk u shem nga 67-a që u bë kanali, po ai Enveri kishte llogarit që ka quajt morje 800 metra kubik në sekond. Shumë qartë. Dhe ky e shtoi 2000 metra kubik në sekond dhe kjo shtesa ka shkatruar totalisht tokën dhe shtëpinë. E kuptoj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.